Ai ka sukses, para dhe një jetë të rrethuar me luks, por ndihet bosh për brenda. Një moment i thjesht në supermarket zgjon diçka që ai mendonte se e kishte humbur prej kohësh. Dhe ky gjest i vogël empatie nis një transformim që ja ndryshon jetën përgjithmonë. Nëse kjo histori ju interesoj, mos harroni të abonohuni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet na ndiqni, vazhdojmë. Ju premtoj se kjo do të jetë historia më e bukur që do të dëgjoni në jetën tuaj. Nata e dhjetorit binte rënd mbi Tiranë, duke sjellë me vete atë avullin e nxehtë karakteristik që ngjitej në lëkurë dhe e bënte ajrin të dendur. Dritat e bulevardit dëshmorët e kombit vezullonin si gjithmonë, indiferente ndaj lodhjes së miliona njerëzve që përshkonin trotuaret e tij çdo ditë. Ardian Basha vështronte gjithë këtë nga lartësia e zyrës së tij në katin e 23, me një gotë whisky skoces në dorë, me shikimin e humbur mes pallateve që ngriheshin si gjigant betoni e xhami. 42 vjet jetë dhe ja ku ishte në majën e botës së korporatave, drejtor financiar i njërës prej kompanive më të mëdha në Shqipëri, i respektuar, madje i frikshëm, për shumë nga ata që punonin në urdhrat e tij. Por atë natë, ndërsa shite qytetin që nuk flinte kur, Ardiani ndjente një boshllëk që asnjë raport financiar nuk mund ta mbushte. Rutina e tij ishte e përsosur, e llogaritur deri në milimetër. Zgjohej në 5:30 të mëngjesit çdo ditë, pa përjashtim. Një orë palestër në kompleksin luksos ku jetonte, një dush i ngrohtë, kafe e zezë pa sheqer, kostum italian i hekurosur në perfeksion. Në orën 7 fiks, ishte tashmë në zyrë, para çdo punonjësi të tij. Drekonte në zyrën e tij, zakonisht një sallat me pul të pjekur të porositur nga aplikacioni, ndërsa rishikonte tabela dhe merrte pjesë në videokonferenca me investitorë nga kontinente të tjera. Dilte vonë, gjithmonë vonë, kur dritat e qytetit tashmë shkëlqenin plotësisht dhe trafiku ishte paksuar disi. Kthehej në apartamentin e tij, një papafingo 300 metra katror në blok, me pamje panoramike nga parku i madh i Tiranës, i gjithë i dekoruar nga një arkitekte me emër që ai mezi e njihte. Darkonte vetëm, gjithmonë diçka të shpejtë, diçka të ngrirë që e ngrohte në mikrovalë, ndërsa lexonte më shumë raporte ose shikonte kanale lajmesh ekonomike. Flinte pak, zgjohej herët dhe cikli rifillonte. Ardiani nuk kishte lindur në këtë jetë privilegjesh. Përkundrazi. Ai vinte nga Përmeti, një qytet i vogël në jug të Shqipërisë, ku babai i tij punonte si mekanik dhe nëna e tij qepte rroba për të tjerët për të plotësuar të ardhurat e familjes. U rrit duke parë prindërit të bënin gjithçka për të vënë ushqim në tryezë, për të paguar faturat në fund të muajit, për t'i dhënë atij dhe vëllezërve një arsim minimalisht të denjë. Që herët, Ardiani kuptoi se parat ishin e vetmja mënyrë për t'i shpëtuar asaj jete me vështirësi të vazhdueshme. Studioi si i çmendur, kaloi net të tëra i përkulur mbi libra të vjetër dhe fletushka të fotokopjuara, derisa fitoi një bursë të plotë në një universitet privat në Tiranë. U largua nga Përmeti në moshën 18 vjeç me një valigje të vjetër dhe premtimin se do të kthehej fitimtar. Dhe u kthye disa herë në vitet e para. Por ndërsa karriera e tij merrte hov, vizitat u bën më të rralla. Në moshën 25 vjeç ishte tashmë analist financiar në një multinacionale. Në të 30-tat menaxher i lartë. Në të 35-at u bë drejtori financiar më i ri në historinë e një korporate të madhe shqiptare. U bë lajm në revistat e biznesit dhe leksione mbi menaxhimin financiar, u bë një referencë në treg. Por gjatë rrugës drejt majës, la shumë gjëra pas. Martesën e tij, për shembull, që zgjati vetëm 4 vjet. E njohu Elirën në fakultet, u martuan kur ai ishte 28 vjeç, plot me plane dhe ëndra. Por ëndrat e tij gjithmonë përfshinin shifra, objektiva, rritje profesionale. Të sajat përfshinin fëmijë, darka familjare, udhëtime të qeta. Në moshën 32 vjeç, ajo kërkoi divorcin. Ardiani nuk i harroi kur fjalët e fundit që ajo i tha para se të dilte nga dera me valigjet gati. Ndihem si e veja e një burri të gjallë, Ardian. Ti je këtu, por nuk je. Asnjëherë nuk je. Ai u përpoq të argumentonte, të thoshte se po ndërtonte një të ardhme për të dy, se i gjithë mundimi ishte për ta. Por Elira vetëm tundi kokën, me atë shikim të trishtuar që ai kaloi vite duke u përpjekur ta fshinte nga kujtesa. Nuk kam nevojë për një të ardhme plot me para, tha ajo. Kam nevojë për një të tashme me ty. Ardiani nuk diti çfarë të përgjigjej. E la të ikte dhe u zhyt edhe më thellë në punë. Ishte më e lehtë të merreshe me tabela se sa me ndjenja.
Më e lehtë të zgjidhje kriza financiare se sa kriza emocionale. Me kalimin e kohës, edhe miqt filluan të zhdukeshin. Telefonatat e pakthyera, takimet e anuluara gjithmonë në minutën e fundit, ditëlindjet e harruara. Një nga një, ata pushuan së këmbënguluri. Ardiani nuk bëri asgjë për ta ndaluar. Në fund të fundit, ai kishte takime të rëndësishme, negociata urgjente, objektiva për të arritur. Fëmijë? Kur nuk pati kohë të mendonte seriozisht për këtë. Elira donte, por ai gjithmonë thoshte se duhej të priste edhe pak, derisa karriera të ishte më e qëndrueshme, derisa të kishte më shumë siguri financiare. Por stabiliteti nuk vinte kurrë, sepse gjithmonë kishte një shkallë të re për t'u ngjitur, një arritje të re për t'u kapur. Tani, në moshën 42 vjeç, Ardiani shikonte prapa dhe shihte një shteg suksesi profesional dhe një shkretëtir marrëdhëniesh personale. Prindërit e tij kishin ndërruar jetë, njëri pas tjetrit, në 5 vitet e fundit. Ai ishte i pranishëm në funerale, sigurisht, por nuk ishte aty në vitet e fundit të jetës së tyre. Gjithmonë kishte diçka më urgjente, gjithmonë kishte një justifikim të mirë për punuar. Vëllezërit e tij mezi flisnin me të, dhe kur flisnin, ishte vetëm për çështje praktike, burokratike. Vëllai i gjakut ishte bërë vëllai i largët, ai që shfaqej vetëm në funerale dhe dërgonte para në data festive. Atë natë dhjetori, megjithatë, ndodhi diçka ndryshe. Ardiani doli nga zyra më herët, gjë e rrallë, pothuajse e paprecedent. Ishte vetëm 7:30 e mbrëmjes kur ai fiku kompjuterin dhe mori çantën e tij prej lëkure italiane. Asistenti i tij gati sa nuk ra nga karrigja nga habia. Zoti Basha, a është gjithçka në rregull? Pyeti, i shqetësuar, sikur Ardiani të ishte i sëmur. Po, gjithçka në rregull, u përgjigj Ardiani me një gjysmë buzëqeshje të lodhur. Thjesht duhet të zgjidh disa gjëra. Gjërat që duhej të zgjidhte ishin të thjeshta, madje banale. Duhej të shkonte në supermarket. Kishin kaluar vite që Ardiani nuk kishte shkelur në një supermarket. Gjithçka që i duhej i dërgohej në apartament me aplikacione, ose pastruesja e tij i blinte dhe i linte gjithçka të organizuar. Por atë natë, për një arsye që as ai vetë nuk mund ta shpjegonte, ndjeu dëshirën të bënte diçka kaq të zakonshme, kaq njerëzore. I dha makinës së tij bëmëngjyr argjendi drejt një supermarketi të madh te komuna e Parisit, parkoi në bodrum dhe hyri brenda. Vendi ishte plot, siç pritej në një natë dhjetori, prag festash. Familje të tëra bënin pazarin për festat, fëmijët vraponin nëpër korridore, punonësit rimbushnin produktet në rafte me nxitim. Ardiani mori një karrocë dhe filloi të ecte pa një drejtim të caktuar, duke vëzhguar njerëzit, produktet, atë jetë të zakonshme që ai kishte harruar se ekzistonte. Kaloi pranë sektorit të verërave dhe zgjodhi një shishe verë të kuqe italiane, asgjë shumë të veçantë. Mori një pjatë lazanje të ngrirë për një person, të njëjtën që porosiste gjithmonë nga aplikacioni. Disa fruta, një paket biskota, ujë mineral në thelb, lista e tij e blerjeve ishte dëshpëruese. Ushqim për një person të vetëm, gjithmonë për një person të vetëm. Asnjë larmi, asnjë gëzim. Vetëm thelbësorja për të mbajtur trupin në funksion ndërsa mendja punonte. Kur arriti te kasa, radha ishte e gjatë. Ardiani pshërtiu, i paduruar si gjithmonë, por e detyroi veten të priste. Po përpiqej të ishte një person normal, të bënte gjëra normale. Ndërsa priste, shikimi i tij u ende nëpër dyqan, te njerëzit përreth. Atëherë vuri re familjen para tij në radhë. Një çift i ri, ndoshta rreth të 30-tave. Gruaja mbante një foshnjë në krah, të mbështjellë me një batanie roz të zbetë, ndërsa burri mbante një vajzë rreth 3 vjeçe në krah. Vajza kishte fytyrën të ngjitur në qafën e të atit, gati duke fjetur. Gruaja kishte veshur një xhaketë jeshile të errët, të grisur në bëryla, e vjetër por e pastër. Burri kishte veshur një këmishë blu me kopsa, shumë të larë, që tashmë kishte humbur ngjyrën origjinale. Ata flisnin me zë të ulët me njëri tjetrin, ndërsa vendosnin produktet në shiritin e kasës. Ardiani vëzhgoi se çfarë po blinin. Qumësht pluhur për foshnjën, pelena, buk, disa fruta, oriz, fasule. Gjërat më themelore. Vajza e kasës kaloi produktet dhe vlera shfaqej në ekran. 38.000 lek, 52.000 lek, 65.000 lek. Gruaja kafshonte buzën e poshtme, nervoze, ndërsa burri i saj fuste dorën në xhepin e pantallonave, duke nxjerrë disa kartëmonedha të rrudhura.
Kur vajza e kasës tha totalin 73.500 lek, burri numëroi parat në dorë. Një herë, dy herë. Shikoi gruan e tij dhe Ardiani pa shprehjen e disfatës në fytyrën e tij. Gruaja e kuptoi menjëherë. Nuk kishin para të mjaftueshme. I mungonin 1.200 lek. 1.200 lek të mirë që ndanin atë familje nga ushqimi që u nevojitej. Gruaja mbylli syt për një sekond, mori frym thellë dhe pastaj filloi të hiqte produkte nga qesja. Së pari frutat, pastaj bukën. Vajza e kasës, pa shprehje, filloi të bënte zbritje. 68.000 lek. Ende mungonin. Gruaja hezitoi, shikoi foshnjën në krah dhe pastaj, me duar që i dridheshin, mori kutinë e qumështit pluhur dhe e ktheu. Ishte në atë moment që diçka brenda Ardianit u thye. Nuk ishte një thyrje e dhunshme, shpërthyese. Ishte e heshtur, e thellë, si një plasaritje e vjetër që më në fund lëshon pe. Ai pa lotët që gruaja përpiqej t'i fshikte, duke kthyer fytyrën anash. Pa burrin që uli kokën, duke shtrënguar vajzën më fort në krah, sikur donte ta mbronte nga turpi që po ndjente. Pa kutinë e qumështit pluhur përsëri në banak, duke shkëlqyer në dritat fluoreshente të supermarketit, një objekt kaq i thjeshtë por kaq thelbësor. Ardiani nuk mendoi shumë. Thjesht veproi. Bëri një hap përpara dhe tha, me një zë që u përpoq ta mbante të qetë, "Më falni. Mund t'ju ndihmoj?" Çifti u kthye, i trembur. Gruaja fshiu shpejt syt me kurrizin e dorës. "Nuk ka nevojë, zotëri," tha burri, me krenari të lënduar por me zë të sjellshëm. "E zgjidhim ne." Ardiani tundi kokën. "E di që e zgjidhni," tha ai. "Por më lejoni të ndihmoj këtë herë. Ju lutem." Para se ata të mund të protestonin përsëri, Ardiani tashmë kishte nxjerrë portofolin nga xhepi dhe i kishte dhënë kartën e kreditit vajzës së kasës. "Vendos gjithçka që po blinin," tha ai, "përfshir qumështin. Dhe shto edhe disa gjëra të tjera." Ai mori nga rafti anash disa çokolata, biskota të mbushura, një paket shtesë pelenash. Vajza e kasës e shikoi atë, pastaj çiftin, e hutuar, por bëri atë që ai kërkoi. Burri u përpoq të refuzonte. "Zotëri, nuk keni nevojë ta bëni këtë, ne do ta gjejmë një zgjidhje." Ardiani e ndërpreu me një gjest të butë. "E di që do ta gjeni një zgjidhje," përsëriti ai. "Por sot, më lejoni mua ta gjej këtë zgjidhje. Nuk është lëmosh, në rregull. Është thjesht një qenie njerëzore që ndihmon një tjetër." Gruaja filloi të qante me të vërtetë tani, pa mundur ta fshite. "Shumë faleminderit," përshpëriti ajo, me zë të mbytur. "Ju nuk e dini sa shumë do të thotë kjo." Ardiani buzëqeshi, një buzëqeshje e trishtuar, pak e shtrembër. "Mendoj se e di," tha ai me zë të ulët, "më shumë për vete se sa për të." Transaksioni u përfundua. Qeset ju dorëzuan çiftit, të cilët falënderuan edhe 3 ose 4 herë të tjera, ende në shok nga ajo që kishte ndodhur. Ardiani tundi kokën, bleu gjërat e tij dhe doli nga supermarketi. Ishte gati duke arritur te makina kur dëgjoi dikë që vraponte pas tij. "Zotëri, prisni, ju lutem." Ai u kthye dhe pa burrin, pa frym, duke lënë gruan dhe fëmijët pak më pas me blerje. Burri i zgjati dorën. "Unë quhem Besnik," tha ai, duke i shtrënguar dorën Ardianit me vendosmëri. "Besnik Rama. Kjo është gruaja ime, Ana, dhe vajzat tona, Sofia dhe e vogla është Laura. Nuk di si t'ju falenderoj për atë që bëtë." Ardiani ja shtrëngoi dorën përsëri. "Ardian Basha," u prezantua ai. "Dhe nuk ka nevojë të falenderoni." Me të vërtetë. Por Besniku nuk ja lëshonte dorën. Syt e tij ishin të përlotur, por kishte një dinitet aty që i bëri përshtypje Ardianit. "Ju nuk e dini situatën në të cilën po kalojmë," tha Besniku. "E humba punën time më shumë se një vit më parë. Punoja në një fabrik autopjesësh në kombinat, por kompania falimentoi. Që atëherë bëj punë të vogla këtu e atje, çfarëdo që del shpërndaj fletushka, ndihmoj në zhvendosje, mbaj blerjet e tregut. Çdo gjë. Por nuk ka qenë e lehtë. Ana nuk mund të punoj sepse mjeku tha se duhet të qëndroj pranë vajzave për shkak të Laurës, e cila lindi para kohe dhe ende ka disa probleme shëndetësore. Po jetojmë me vjehrën në një dhomë të vetme, të gjithë së bashku. Është e vështirë, por ne nuk dorëzohemi."
Dhe sot, kur pash se nuk do të arrija të merja as qumështin për vajzën time, unë ndjeva babai më i keq në bollë. Ju ma kthyet dinitetin sot. Nuk e di si, por një ditë do t'ju shpërblej këtë. Ardiani ndjeu një shtrëngim në gjoks. Ai nuk dinte si të merrej me këtë, me kaq shumë emocion të papërpunuar, kaq shumë të vërtet të ekspozuar. Kishte kaluar gjithë jetën duke ikur këtij lloj lidhjeje njerëzore, dhe tani ishte aty, në parkingun e një supermarketi, duke mbajtur dorën e një të panjohurit të plot që po i hapte zemrën. Nxori një kartë vizit nga xhepi, një nga ato kartat elegante, në letër speciale, me emrin dhe postin e tij me shkronja të arta. Dëgjo, besnik, tha ai, duke ia dhënë kartën. Nuk e di nëse mund të bëj shumë, por nëse ke nevojë për diçka, më telefono. Ndoshta mund të ndihmoj të gjesh ndonjë mundësi pune. Nuk premtoj asgjë, por mund të provoj. Besniku e mori kartën sikur të ishte flori. Shikoi emrin e shtypur, pastaj Ardianin. Ju jeni drejtor financiar? O Zot, nuk e dija. Më falni që ju mora kohën. Ardiani tundi kokën. Mos kërko falje për asgjë. Dhe mund të më telefonosh. Të hënën, nëse dëshiron. Besniku pohoi me kokë, ende duke mbajtur kartën me nderim. Do t'ju telefonoj. Mund të jeni i sigurt. Ardiani hyri në makinë, ndezi motorin dhe qëndroi aty për një moment para se të nisej. Nga pasqyra, pa besnikun që kthehej pranë familjes së tij, duke i treguar kartën anës, të dy duke biseduar të emocionuar. Gruaja shikoi në drejtim të makinës së Ardianit dhe i bëri me dorë, mirënjohëse. Ai i bëri me dorë përsëri dhe doli nga parkingu. Gjatë gjithë rrugës për në apartamentin e tij, Ardiani nuk mund të ndalonte së menduari për atë familje. Për besnikun, i cili edhe pse i pa punë për më shumë se një vit, nuk e kishte humbur dinjitetin. Për anën, që mbante foshnjën me aq kujdes, edhe me lot në sy. Për vajzat, aq të vogla, aq të pafajshme, pa kuptuar ende vështirësitë që po kalonin prindërit e tyre. Mendoi për 1200 lekët që mungonin, një shumë kaq qesharake për të, që e shpenzonte atë në një kafe ekspres në zyrë, por që do të thoshte ndryshimi midis një fëmije që pinte qumësht apo jo. Kur arriti në shtëpi, Ardiani vendosi lazanjen në mikroval, por nuk kishte uri. Hapi shishen e verës, mbushi një gotë, por nuk e piu. Qëndroi në balkon duke parë parkun e madh të ndriçuar poshtë, duke menduar se sa absurde ishte jeta e tij, e shkëputur nga realiteti i shumicës së njerëzve. Ai kishte një apartament ku mund të rrinin 5 familje si ajo e besnikut. Kishte një makinë që kushtonte më shumë se sa shumë njerëz do të fitonin në vite pune. Kishte një llogari bankare me më shumë zero se sa do të mund të shpenzonte në një jetë të tërë. Dhe prap, ndihej bosh, i paplotësuar, i humbur. Ndërsa besniku, që jetonte në një dhomë të vetme me gruan, 2 vajzat dhe vjerën, që nuk kishte punë të qëndrueshme për më shumë se një vit, që duhej të zgjidhte midis blerjes së bukës apo qumështit, dukej se kishte diçka që Ardiani e kishte humbur prej kohësh. Qëllim. Lidhje. Dashuri të vërtetë. Ardiani kaloi gjithë fundjavën duke menduar për atë takim. Nuk arriti të punonte siç duhet, gjë shumë e rrallë për të. Ishte i shpërqendruar, mendja i kthehej gjithmonë te skena në supermarket. Te shpreha e disfatës në fytyrën e besnikut kur kuptoi se nuk kishte para të mjaftueshme. Te lotët e fshehtë të anës. Te pesha e atij momenti që për të ishte vetëm një natë tjetër, por për atë familje ishte ndoshta pika më e ulët që kishin arritur. Dhe të ndjesia e çuditshme e kënaqësisë që ndjeu duke ndihmuar, një kënaqësi ndryshe nga çdo gjë që kishte përjetuar në vite arritjesh profesionale. Asnjë bonus milioner, asnjë promovim, asnjë njohje korporative nuk e kishte bërë të ndihej aq mirë sa kur pa lehtësimin në fytyrën e atij çifti. Të hënën në mëngjes, Ardiani arriti në zyrë dhe u zhyt në takime si gjithmonë. Por një pjesë e mendjes së tij ishte në pritje. Në pritje që telefoni të binte, që besniku të telefononte vërtet. Kaloi gjithë mëngjesin pa lajme. Pasdite ishte në një videokonferencë me investitor kur sekretarja i dërgoi një mesazh. Është një far besnik Rama në linjë, thotë se ju i keni kërkuar të telefonoj. Ardiani kërkoi leje në takim, tha se ishte urgjente dhe u përgjigj. Alo, besnik? Zëri në anën tjetër ishte nervoz, i pasigurt. Zoti Basha? Jam besniku. Nga supermarketi. U takuam të shtunën.
E di që duhet të jeni i zënë, por ju thatë të telefonoja. Ardiani buzëqeshi, diçka e rrallë për të gjatë orarit të punës. Po, të thash. Dhe mund të më quash Ardian. Si je? Besniku pshërtiu në anën tjetër. Dëgjo, Ardian, nuk dua të abuzoj me mirësinë tënde. Por me të vërtet kam shumë nevojë për një mundësi pune. Çdo gjë shërben. Pastrim, mirëmbajtje, ngarkim, çfarëdo qoftë. Jam punëtor, jam i përpikt, mësoj shpejt. Më duhet vetëm një shans. Ardiani mendoi për një moment. Kompania ku punonte ishte e madhe, me mira punonjës. Sigurisht që kishte ndonjë vend të lirë në ndonjë sektor. Dëgjo, besnik, nuk mund të premtoj asgjë, por do të shoh se çfarë mund të bëj. Ke savë? Besniku heshti për një sekondë. Po, kam, por është pak e pavlerësuar. Mund ta dërgoj me email? Ardiani i dha adresën e tij personale të emailit, ma dërgo. Do t'ja kaloj departamentit të burimeve njerëzore dhe do të jap një rekomandim personal. Të shohim se çfarë del. Zëri i besnikut u drodh nga emocioni. Shumë faleminderit, Ardian. Seriozisht, shumë faleminderit. Nuk do t'ju shgënjej, mund të jeni i sigurt. Kur mbylli telefonin, Ardiani mbeti duke parë telefonin për një moment. Çfarë po bënte? Ai kur nuk ishte përfshirë personalisht kështu me askën. Gjithmonë kishte mbajtur një distancë profesionale nga gjithçka dhe të gjithë. Por diçka në atë takim e kishte prekur në një mënyrë që nuk mund ta shpjegonte. Ndoshta ishte lodhja e kaq shumë viteve duke jetuar vetëm për punën. Ndoshta ishte vetmia që më në fund po kërkonte haraqin e saj. Ose ndoshta ishte thjesht humanizmi i tij që kishte mbetur i fjetur për kaq shumë kohë duke u zgjuar pa pritur. Nuk kishte rëndësi arsyeja. Ajo që kishte rëndësi ishte se ai kishte vendosur të ndihmonte. Dhe do ta bënte këtë deri në fund. Telefonoi drejtoreshën e burimeve njerëzore, një grua kompetente dhe pragmatike e quajtur Marcela. Marcela, kam nevojë për një favor. Kam CV-n e një personi që do të doja ta shihnin. Ajo hezitoi. Ardian, ti e di që ne nuk bëjmë rekomandime personale kështu. Kemi procese për zgjedhje. E di, u përgjigj ai. Por vetëm hidhi një sy. Nëse nuk shërben, në rregull. Por mendoj se ja vlen t'i japim një shans. Marcela pranoi, më shumë për të mos kundërshtuar drejtorin financiar se sa nga bindja. Ardiani dërgoi CV-n e besnikut sapo e mori. Ishte e thjesht, bazike, pa kualifikime të mëdha. Shkollë e mesme e përfunduar, disa kurse teknike, përvojë kryesisht në linja prodhimi dhe shërbime të përgjithshme. Asgjë që të bënte përshtypje në letër. Por Ardiani këmbënguli. Marcela, ky djalë ka nevojë për një mundësi. Ai është punëtor, i përgjegjshëm, ka familje për të mbajtur. Le t'i japim një shans. Ajo pshërtiu në anën tjetër. Në rregull, Ardian. Do të shoh nëse kemi ndonjë vend të lirë në mirëmbajtje ose magazin. Por ai do të kaloj nëpër procesin normal, intervistë dhe gjithçka. Perfekt, ra dakord Ardiani. Kjo është gjithçka që po kërkoj. Një shans. 2 javë më vonë, besniku telefonoi përsëri. Po qante, por këtë herë ishin lot gëzimi. Ardian, ja dola. E kalova intervistën. Do të filloj të hënën në magazin. Nuk di si të falenderoj. Ti ma ndryshove jetën. Ardiani ndjeu një gjë të çuditshme në gjoks, një përzierje gëzimi dhe diçka tjetër, diçka që nuk e ndjente prej shumë kohësh. Krenari, ndoshta. Por jo krenari për veten, por krenari për dikë tjetër. Urime, besnik. Jam i sigurt se do t'ja dalësh mban. Dhe kështu filloi një udhëtim që do të ndryshonte jetën e të dyve përgjithmonë, në mënyra që asnjëri prej tyre nuk mund t'i imagjinonte në atë moment. E hëna erdhi më shpejt se sa priste besniku. U zgjua në 4 të mëngjesit, shumë para se të binte zilja e alarmit, me zemrën që i rrite fort dhe një përzierje ankthi e entuziazmi. Ana ishte zgjuar gjithashtu, e ulur në krevatin e ngushtë që ndanin në dhomën e shtëpisë së nënës së saj. Fjetë gjë, e pyeti ajo, duke i kaluar dorën në flok me dashuri. Pak, gënjeu besniku, duke u ngritur. Por gjithçka është në rregull. Sot është një ditë e re, apo jo?
Ana buzëqeshi, atë buzëqeshje për të cilën ai ishte dashuruar kaq shumë vite më parë, kur u njohën në një festë në lagje. Jam kaq krenare për ty, tha ajo. Gjithçka do të shkojë mirë, mund të kesh besim. Besniku bëri një dush të shpejt, veshi gjinset më të reja që kishte dhe një këmishë të bardhë që Ana e kishte hekurosur natën e kaluar me shumë kujdes. U pa në pasqyrën e banjës, duke u përpjekur të shite aty punëtorin kompetent që Ardiani kishte parë tek ai. Shite vetëm një burr të lodhur, të shënuar nga një vit e gjysmë pa punësi, por me një shkëndijë shprese në sy që nuk ekzistonte prej shumë kohësh. Doli nga shtëpia kur ishte ende errësirë, mori 2 autobus plot dhe arriti në kompani 40 minuta para orarit. Qëndroi duke pritur te recepcioni, nervoz, derisa roja e sigurisë e lejoi të hynte. Departamenti i burimeve njerëzore e priti, i dha uniformën, i shpjegoi rregullat bazë, i prezantoi përgjegjësin. Besniku thithi çdo fjalë sikur të ishte një mësim mbijetese. Nuk mund të gabonte. Nuk mund ta zhgënjente Ardianin. Nuk mund ta humbiste atë shans që dukej si një mrekulli. Magazina ishte një hapësirë e madhe, e organizuar, plot me rafte me pjesë, materiale, pajisje. Puna e tij ishte të kontrollonte hyrjen dhe daljen e gjithçkaje, të mbante inventarin të përditësuar, të ndihmonte në marrjen e mallrave. Ishte një punë fizike, por kishte dinjitet. Kishte kontratë pune. Kishte rrogë fikse në fund të muajit. Kishte të ardhme. Ditët e para ishin intensive. Besniku arrinte gjithmonë herët, dilte gjithmonë vonë, duke u ofruar vullnetarisht për orë shtesë që punonësit e tjerë i refuzonin. Mësoj shpejt sistemin e kontrollit të inventarit, mësoj përmendësh vendodhjen e çdo artikulli, krijoi metoda të veta për të shpejtuar punën. Përgjegjësi i tij, një burr serioz i quajtur Robert, e vuri re përpjekjen. Po ja del mirë, besnik, i tha ai të premten e javës së parë. Vazhdo kështu. Besniku e falenderoi, por nuk u qetësua. E dinte se po vëzhgohej, po vlerësohej, po gjykohej. Ishte ai që kishte hyrë me rekomandim nga drejtori financiar dhe kjo gjeneronte komente. Disa kolegë ishin të mirë, të tjerë bënin shaka, duke lënë të kuptohet se ai e kishte marrë punën vetëm sepse njihte dikë të rëndësishëm. Besniku i gëlltiste provokimet dhe punonte edhe më shumë. Donte të provonte se e meritonte të ishte aty për meritat e tij, jo për favor. Ndërkohë, në katin e 23, Ardiani vazhdonte rutinën e tij, por diçka kishte ndryshuar. E gjente veten duke menduar për besnikun, se si po ja dilte në punën e parë pas kaq shumë kohësh. Një pjesë e tij e dinte se ishte marrëzi të shqetësohej kështu, se kishte bërë pjesën e tij duke i gjetur vendin e punës, se tani varej nga përpjekja e vet besnikut. Por një pjesë tjetër, një pjesë që ai nuk e njihte mirë, ndjente një përgjegjësi të çuditshme. Ishte sikur të kishte mbjell një far dhe tani donte ta shihte të rritej. Një pasdite të mërkur, zbriti në magazin. Nuk ishte një vendim i planifikuar, ishte pothuajse një impuls. I tha vetes se duhej të verifikonte personalisht efikasitetin e sektorit, por në thellësi e dinte se donte të shihte si ishte besniku. E gjeti duke organizuar kuti, i djersitur por i përqendruar, duke biseduar me një punonjes tjetër për mënyrën më të mirë për të grumbulluar materialin pa e dëmtuar. Besniku e pa dhe gati sa nuk i ra kutia nga duar. Zoti Basha, tha ai, duke zgurdulluar sy. Ardiani i bëri me dorë. Përshëndetje, besnik. Thjesht erdha të shoh si po shkojnë gjërat këtu. Gjithçka në rregull? Besniku fshiu djersën nga balli me krahun. Po, gjithçka shkëlqyeshëm. Po mësoj shumë. Njerëzit këtu janë të mirë. Ardiani shikoi përreth, duke vënë re organizimin e përsosur, etiketat e bëra mirë, sistemin efikas të kategorizimit. Po bën një punë të mirë, tha ai, dhe nuk ishte vetëm mirësjellje. Ishte e vërtetë. Besniku buzëqeshi në atë mënyrën e tij të përulur, paksa i ndrojtur. Faleminderit. Po përpiqem. Para se të largohej, Ardiani hezitoi. Dëgjo, nëse ke nevojë për diçka, ndonjë pyetje për kompaninë, mund të më kërkosh. Besniku pohoi me kokë, mirënjohës. Në rregull. Dhe faleminderit përsëri, Ardian. Për gjithçka. Ardiani doli nga magazina me një ndjesi të çuditshme kënaqësie. Ishte ndryshe nga kënaqësia e mbylljes së një marrëveshjeje milionere apo arritjes së një objektivi tremujor. Ishte diçka më e thjeshtë, më njerëzore. Javët kaluan dhe besniku u konsolidua në punë.
Roberti, përgjegjësi, e lavdëroi performancën e tij në disa raste. Marcela, drejtoresha e BNJ, i përmendi rastësisht Ardianit se rekomandimi i tij kishte qenë i mirë. Djali po ja del shumë mirë, tha ajo. Është e rrallë të shohësh dikë kaq të përkushtuar sot. Ardiani vetëm pohoi me kokë, por për brenda ndjeu përsëri atë krenari të çuditshme. Besniku nuk ishte vetëm i përpikt dhe punëtor. Ishte kreativ. Propozoi përmirësime në sistemin e organizimit që kursyen kohë. Ndihmoi në trajnimin e punonjësve të rinj. Qëndronte deri vonë kur kishte dërgesa urgjente. Në 3 muaj u promovua në asistent koordinator. Në 6 muaj po drejtonte një ekip të vogël. Nuk ishte asgjë madhështore, nuk ishte një ngjitje meteorike, por për dikë që kishte kaluar një vit e gjysmë i papunë, ishte një fitore e madhe. Ardiani e ndiqte nga larg këtë trajektore. Ndonjëherë zbriste në magazin pa ndonjë arsye të dukshme, herë të tjera pyeste diskretisht Robertin për performancën e Besnikut. Por mbante një distancë profesionale. Deri ditën kur Besniku e kërkoi. Ishte një pasdite e premte dhe Ardiani ishte gati të largohej kur sekretarja e njoftoi se dikush donte të fliste me të. Është Besniku, nga magazina. Tha se është diçka e shkurtër. Ardiani i tha të hynte. Besniku hyri në zyrë i ndrojtur duke parë gjithçka sikur të ishte në një muze. Zyra ishte e madhe, me një tavolinë prej druri të çmuar, rafte plot me libra dhe trofe, një pamje e bukur nga bulevardi Dëshmorët e Kombit. Më fal që të shqetësoj, Ardian, tha Besniku, duke rrotulluar kapelen në duar. Thjesht doja të falenderoja personalisht. Sot bëhen 6 muaj që kam filluar këtu dhe jeta ime ka ndryshuar plotësisht. Ana dhe vajzat janë mirë, arrita të marr me qira një apartament të vogël për ne, gjithçka po ecën. Dhe gjithçka është fal teje. Ardiani u ngrit nga karrigia, paksa i zënë ngushtë. Nuk është fal meje, Besnik. Është fal punës tënde. Unë vetëm hapa një derë. Ti ishe ai që kalove nëpër të dhe tregove vlerën tënde. Besniku tundi kokën. Pa ndihmën tënde, unë nuk do t'i isha afruar asaj dere. Dhe doja të bëja një ftesë. Ana po bën një drekë të dielën, asgjë të madhe, vetëm diçka të thjeshtë, por do të ishte një nder nëse do të mund të vije. Vajzat duan të njohin më mirë dhe ne donim të shpërblenim të paktën pak nga ajo që ke bërë për ne. Ardiani u habi. Një drekë? Ai nuk kishte shkuar në një drekë familjare prej vitesh. Nuk dinte as si të sillej në një situatë të tillë. Dëgjo, Besnik, nuk dua t'ju prish ditën. Imagjino, nuk do të prishësh asgjë. Ne duam shumë që të vish. Të lutem. Kishte një sinqeritet kaq të pastër në kërkesë saqë Ardiani nuk mundi të refuzonte. Në rregull, tha ai. Në çor? Besniku zgurdulloi sytë, sikur të mos besonte se ai kishte pranuar. 12 e gjysmë. Do të dërgoj adresën. Të dielën, Ardiani u zgjua pa e ditur saktësisht se çfarë të priste. U vesh kasual, me xhinse dhe një bluzë polo, duke u përpjekur të mos dukej shumë formal. Mori një shishe verë të mirë nga kantina dhe shkoi në adresën që i kishte dërguar Besniku. Ishte një pallat i thjeshtë në Laprak, në një lagje punëtorësh. U ngjit në katin e tretë dhe i ra ziles. Ana hapi derën me një buzëqeshje të gjerë, me foshnjën Laura në krah. Mirë se erdhe, Ardian. Jemi shumë të lumtur që erdhe. Apartamenti ishte i vogël, madje i ngushtë, por i pastër dhe i organizuar. Një dhomë ndenjeje me një divan të vjetër por të rregullt, një tavolinë ngrënieje prej formike, perde me lule në dritare. Nuk kishte asgjë luksoze aty, por kishte diçka që apartamenti i Ardianit nuk e kishte. Kishte jetë. Kishte erë ushqimi shtëpie. Kishte të qeshura fëmijësh. Kishte dashuri në mure. Sofia, vajza më e madhe, vrapoi drejt tij. Ti e xhaxhi Ardiani për të cilin flet babi kaq shumë? Ardiani u përkul për të qenë në lartësinë e saj. Unë jam. Dhe ti e Sofia? Vajza pohoi me kokë, e emocionuar. Unë jam. Do të shohësh vizatimin tim? Ardiani kaloi orët e ardhshme në një mënyrë që nuk e mbante mend ta kishte kaluar prej dekadash. Luajti me Sofin, e cila i tregoi të gjitha vizatimet dhe lodrat e saj.
Mbajti Laurën në krah ndërsa Ana përfundonte përgatitjen e drekës, duke ndjer peshën e ngrohtë të foshnjës kundër gjoksit të tij dhe atë erën karakteristike të fëmijëve të vegjël. Bisedoi me besnikun për futboll, për jetën, për vështirësitë që kishin kaluar dhe planet për të ardhmen. Drekuan së bashku në tryezën e ngushtë, një pul e pjekur që Ana e kishte bërë me gjithë dashurinë, oriz, patate fure, sallatë. Ushqim i thjeshtë, por i shijshëm, i bërë me dashuri. Gjatë vaktit, Ardiani vëzhgoi atë familje. Mënyrën se si besniku dhe Ana shikonin njëri tjetrin me bashkëpunim. Si Sofia tregonte histori të gjalla dhe prindërit e dëgjonin me vëmendje të sinqertë. Si Laura buzëqeshte kur dikush bënte shaka. Ishte një lumturi e thjeshtë, por e vërtetë. Ishte gjithçka që ai nuk e kishte. Pas drekës, ndërsa Ana i vuri vajzat të flinin gjumin e pasdites, besniku dhe Ardiani qëndruan duke biseduar në balkonin e vogël. Ke një familje të bukur, besnik, tha Ardiani, dhe kishte një melankoli në zërin e tij që nuk arriti ta fshite. Besniku e vuri re. Po ti, Ardian? Nuk u martove më pas divorcit? Ardiani pshertiu. Jo. Pasi ish gruaja ime iku, u zhytja aq shumë në punë sa nuk mbeti vend për asgjë tjetër. Ndërtova një karrierë të suksesshme, por shkatërrova gjithçka tjetër në proces. Tani, duke ju parë juve, e kuptoj sa shumë kam humbur. Besniku heshti për një moment. Nuk është vonë për të rifilluar, e di. Je ende i ri, ke gjithë jetën përpara. Ardiani bëri një buzëqeshje të trishtuar. Nuk e di nëse di më si ta bëj këtë. Kam qëndruar kaq gjatë vetëm sa që u bë normale për mua. Besniku i vuri dorën në shpatull. Nuk ke nevojë të qëndrosh vetëm. Ne jemi këtu. Je i mirëpritur sa herë të duash. Me të vërtetë. Dhe kështu filloi një rutinë që Ardiani kur nuk e kishte imagjinuar. Filloi të shkonte në shtëpinë e besnikut dhe Anës çdo 2 javë, pastaj çdo javë, pastaj pothuajse çdo fundjavë. Në fillim ishte e çuditshme, madje e parehatshme. Ai nuk dinte si të sillej me fëmijët, nuk dinte të merrte pjesë në biseda të zakonshme për jetën e përditshme. Por pak nga pak u lirua. Sofia e adoptoi si një lloj xhaxhai, gjithmonë i tregonte diçka të re, i kërkonte të luante, të tregonte histori. Laura arritej duke e njohur praninë e tij, duke i zgjatur krahët kur ai arrinte. Ana e trajtonte si familje, gjithmonë përgatiste ushqim shtesë, gjithmonë shqetësohej nëse ai ishte mirë, nëse po hante siç duhet. Dhe besniku u bë më shumë se një punonjës i kompanisë së tij. U bë një mik. Një mik i vërtet, diçka që Ardiani nuk e kishte pasur prej shumë kohësh. Bisedat mes tyre u bën më të thella. Një natë, pas një darke të thjeshtë, ndërsa fëmijët flinin dhe Ana rregullonte kuzhinën, besniku e pyeti. Ardian, mund të bëj një pyetje personale? Po, u përgjigj Ardiani, kureshtar. Pse po i bën të gjitha këto? Më ndihmove, vjen këtu çdo javë, përfshihesh me ne. Nuk po ankohem, përkundrazi. Por rri e mendoj. Ti je një njeri i pasur, i suksesshëm. Duhet të kesh mira gjëra të tjera më interesante për të bërë se sa të kalosh të dielën me një familje të zakonshme si e jona. Ardiani mendoi për përgjigjen për një kohë të gjatë. E di, besnik, për një kohë të gjatë mendoja se kisha gjithçka. Para, sukses, njohje. Por në thelb nuk kisha asgjë. Jetoja vetëm në një apartament të madh, punoja 16 orë në ditë, nuk kisha me këtë bisedoja vërtet. Kur ju pash ju dhe familjen tuaj në atë supermarket, pash diçka që e kisha humbur prej shumë kohësh. Pash dashuri të vërtetë. Pash luftë, por pash edhe shpresë. Dhe kur ju ndihmova, për herë të parë në vite ndjeva se kisha bërë diçka që me të vërtetë kishte rëndësi. Jo diçka që do të rriste fitimin e kompanisë, por diçka që do të ndryshonte jetën e njerëzve të vërtetë. Besniku dëgjoi në heshtje dhe kur Ardiani mbaroi, kishte lot në sytë e tij. Ti na ndryshove jetën, Ardian. Por mendoj se edhe ne ta ndryshuam tënden, apo jo? Ardiani pohoi me kokë, me zë të mbytur. Po, ma ndryshuat. Ju më kujtuat se çfarë është e rëndësishme. Më kujtuat se jam njeri, jo një makinë për të bërë para. Më kujtuat se ka gjëra që parat nuk i blejnë. Lidhje të vërtetë. Dashuri. Familje. Miqësi. Për muaj me radhë, jeta e Ardianit u transformua.
Vazhdonte të punonte shumë, sigurisht vazhdonte të ishte drejtori financiar kompetent dhe i respektuar. Por tani kishte një ekuilibër. Dilte nga zyra më herët të premteve. I rezervonte të diellat për t'i kaluar me besnikun dhe anën. Filloi të vinte re njerëzit përreth tij, t'i shihte punonjësit jo si numra në një tabel, por si individ me histori, vështirësi, ëndra. Në një takim me drejtorinë, propozoi diçka të paprecedent. Dua të krijoj një program të përfshirjes sociale në kompani, tha ai, duke vëzhguar fytyrat e habitura rreth tryezës. Një program që u jep mundësi njerëzve në situatë të vështirë. Të papunëve afatgjat, njerëzve me të ardhura të ulta, ish të burgosurve. Do t'u japim trajnim, mbështetje, një shans për të rifilluar. Presidenti i kompanisë, një burr pragmatik i quajtur Henry, rudhi vetullat. Ardian, a do të ketë kjo ndonjë kthim financiar? A do të ndikojë në produktivitetin ton? Ardiani mori frym thellë. Po, do të ketë kthim, Henry. Jo të menjëhershëm, jo në shifrat e 3 mujorit të ardhshëm. Por në afat të gjatë, po. Do të krijojmë një fuqi punëtore besnike, të përkushtuar, mirënjohëse për mundësinë. Do të përmirësojmë imazhin ton korporativ. Dhe më e rëndësishmja, do të bëjmë gjën e duhur. Do të ndihmojmë njerëzit që kanë nevojë. U bë një heshtje e rëndë në sallë. Nuk ishte lloji i argumentit që përdorej në atë mjedis, ku gjithçka rrotullohej rreth fitimit dhe rezultateve. Por Ardiani kishte kredibilitet. Kishte vite vendimesh të sakta, objektivash të arritura, suksesesh të pamohueshme. Nëse ai po propozonte këtë, duhet të kishte ndonjë merit. Pas shumë diskutimesh, programi u miratua në karakter eksperimental. Ardiani mori personalisht koordinimin. Punoi me Marcelën për të krijuar kritere të drejta për zgjedhje, për të vendosur një sistem mentorimi, për të garantuar që njerëzit e punësuar do të kishin mbështetje të duhur. Grupi i parë kishte 10 persona. Disa të papun kronik siç kishte qenë besniku. Një grua që kishte lënë tregun e punës për të kujdesur për nënën e sëmurë dhe tani duhej të rifillonte. Një i ri që ishte rritur në një komunitet të varfër dhe kur nuk kishte pasur mundësi. Një zonjë që kishte humbur gjithçka në një përmbytje dhe po përpiqej të rindërtonte jetën. Secili me një histori, secili me një dhimbje, secili me një shpresë. Ardiani ndoqi çdo rast personalisht. Jo në mënyrë invazive, por i pranishëm. Siguroi që ata të kishin burimet e nevojshme. Bisedoi me përgjegjësit që të ishin të durueshëm, të kuptueshëm, por pa ulur nivelin e kërkesave. Donte që ata njerëz të kishin sukses për meritat e tyre, jo nga mëshira. Rezultatet befasuan edhe më skeptikët. Shkalla e mbajtjes ishte shumë e lartë. Njerëzit e punësuar përmes programit ishin më të përkushtuarit, më të përpiktët, ata që përpiqeshin më shumë. Sepse e dinin vlerën e asaj mundësie. Sepse kishin përjetuar dëshpërimin e të mos pasurit asgjë dhe tani kishin diçka për të luftuar. Besniku ishte një nga mbështetësit kryesor të programit. U ofrua vullnetarisht për të qenë mentor, për të ndihmuar punonjësit e rinj të përshtateshin. Tregonte historinë e tij si frymëzim. Isha saktësisht aty ku jeni ju, thoshte ai. Pa perspektivë, pa shpresë. Por më dhanë një shans dhe e kapa me të gjitha forcat. Dhe shikoni ku jam sot. Edhe ju mund të arrini këtu. Varet vetëm nga ju. Trajektoria e tij në kompani vazhdonte të ishte në rritje. Në një vit u promovua në koordinator. Në 2 vjet në përgjegjës. Jo sepse Ardiani e favorizonte, por sepse ai tregonte kompetencë reale. Marrëdhënia midis Ardianit dhe familjes së besnikut u bë gjithnjë më e afërt. Ai ishte i pranishëm në ditëlindjet e vajzave, gjithmonë duke sjellë dhurata të menduara me kujdes. Në ditëlindjen e 3 të Laurës, solli një kukull të madhe që vajza e përqafoi dhe nuk e lëshoi më. Në ditëlindjen e 5 të Sofis, solli një biçikletë roz me rrota ndihmëse dhe kaloi gjithë pasditen duke e mësuar të pedalonte në park. Ishte aty kur Sofia hyri në kopsht, duke fotografuar ditën e parë të shkollës si një xhaxha krenar. Ishte aty kur Laura hodhi hapat e parë, duke filmuar me celular ndërsa vajza lëkundej nëpër apartament. Ana filloi t'i kërkonte këshilla për gjërat e përditshme dhe ai, çuditërisht, kishte opinione. Ndihmoi besnikun të negocionte financimin e një makine të përdorur. I rekomandoi një avokat të mirë kur ata patën një problem me pronarin e vjetër.
po bëhej pjesë e asaj familjeje në një mënyrë që ai kur nuk e kishte imagjinuar të ishte e mundur. Një natë dhjetori, saktësisht një vit pas atij takimi në supermarket, Ana i bëri një pyetje që e kapi Ardianin në befasi. Ardian, do t'i kalosh Krishtlindjet me ne, apo jo? Ardiani hezitoi. Gjithmonë i kalonte Krishtlindjet vetëm në apartamentin e tij, zakonisht duke punuar, ndonjëherë duke parë ndonjë film. Ishte thjesht një ditë tjetër e vitit për të. Nuk e di, Ana. Nuk dua t'ju prish Krishtlindjet. Ana tundi kokën me vendosmëri. Nuk do të prishësh asgjë. Do ta plotësosh. Vajzat tashmë po presin që xhaxhi Ardiani të jetë këtu. Dhe ne gjithashtu duam shumë që të vish. Të lutem. Ardiani shikoi besnikun, i cili pohoi me kokë, duke buzëqeshur. Është e vërtetë. Ti je pjesë e kësaj familjeje tani, Ardian. Do të ishte e çuditshme të festonim pa ty. Ardiani ndjeu atë shtrëngim të njohur në gjoks, atë emocion që nuk dinte ta emërtonte saktë. Në rregull, tha ai, me zë pak të ngjirur. Do të vi. Dhe do të sjell darkën. Ana protestoi, duke thënë se nuk kishte nevojë, se ata do ta bënin ushqimin. Por Ardiani këmbënguli. Dua ta bëj këtë. Më lejoni të kontribuoj. Ditën e Krishtlindjeve, ai arriti herët me krahët plot me qese. Kishte bler një gjel deti të madh, përshesh, oriz, sallata, fruta, ëmbëlsira, shampanjë. E kishte tepruar, e dinte, por donte që ato Krishtlindje të ishin të veçanta. Ana mbeti pa fjalë kur pa gjithçka. Ardian, kjo është tepër. Jo, nuk është, tha ai, duke buzëqeshur. Është minimumi që mund të bëj. Kaluan ditën duke përgatitur darkën së bashku. Ardiani, që mezi dinte të skuqte një vezë, u ofrua të ndihmonte dhe përfundoi duke mësuar të bënte përshesh me Anën që qeshte me përpjekjet e tij të ngathta. Besniku montoi një pemë të vogël Krishtlindjesh, por plot me zbukurime të bëra nga vajzat. Sofia dhe Laura vraponin në përdhom, të emocionuar, duke pritur orën për të hapur dhuratat. Kur u erësua dhe tryeza ishte shtruar, 4 të rriturit dhe 2 fëmijët u ulën së bashku. Besniku kërkoi të bënte një lutje para se të hanin dhe Ardiani, që nuk ishte fetar, uli kokën me respekt. Zot, filloi besniku, faleminderit për këtë vit që kaloi. Për të gjitha bekimet që kemi marrë. Për këtë ushqim. Për këtë familje. Dhe veçanërisht që e vure Ardianin në rrugën tonë. Ai na ndryshoi jetën dhe shpresojmë t'ia kemi ndryshuar pak edhe ne të tijën. Amin. Të gjithë përsëritën. Amin. Dhe filluan darkën. Ishte vakti më i mirë që Ardiani kishte ngrënë në vite. Jo për cilësinë e ushqimit, megjithse ishte i shijshëm, por për shoqërinë, për të qeshurat, për historitë e treguara, për ngrohtësinë njerëzore që mbushte atë apartament të vogël. Pas ushqimit, hapën dhuratat. Ardiani kishte bler lodra për vajzat, një set të ri të nxjerrësh për Anën sepse kishte vënë re se të sajat ishin të vjetra dhe një orë të bukur për besnikun. Kur erdhi radha e tij, mori një dhuratë të mbështjellë me letër me ngjyra, qartësisht e mbështjellë nga duar fëmijësh. E hapi me kujdes dhe gjeti një kornizë me një foto të tyre të gjithëve së bashku, të bërë një të diel të zakonshme, të gjithë duke buzëqeshur. Brenda kishte një shënim të shkruar me shkrim fëmije. Për xhaxhi Ardianin. Ti je pjesë e familjes son. Me dashuri, Sofia dhe Laura. Me shkronja të shtrembra dhe disa gabime drejtshkrimore që e bënin gjithçka edhe më të veçantë. Ardiani mbeti duke parë atë foto, atë shënim dhe lotët që i kishte mbajtur për kaq shumë kohë më në fund ran. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot mirënjohjeje, përkatësie, dashurie. Ana u afrua dhe e përqafoi. Ne të duam, Ardian. E di këtë, apo jo? Dhe Ardiani, që nuk mund të fliste sepse emocioni i kishte pushtuar fytin, vetëm pohoi me kokë dhe ja ktheu përqafimin. Në atë moment, në atë apartament të vogël por plot dashuri, ai më në fund e kuptoi. Pasuria e vërtet nuk ishte në investimet e tij apo në arritjet e tij profesionale. Ishte aty, në atë dhomë, me ata njerëz që e kishin mirëpritur dhe i kishin treguar se çfarë kishte vërtet rëndësi në jetë. Muajt në vijim sollën ndryshime që Ardiani kur nuk i kishte imagjinuar se do t'i përjetonte. Ato Krishtlindje me familjen e besnikut kishin hapur një derë brenda tij, një derë që kishte qëndruar e mbyllur për dekada.
Për herë të parë pas shumë kohësh, ai zgjohej në mëngjes me diçka më shumë se tabela dhe takime në kokë. Mendonte për vajzat, se si po ja dilte Sofia në shkollë, nëse Laura po fliste tashmë më shumë fjalë. Mendonte për besnikun dhe Anën, se sa shumë punonin për t'u dhënë një jetë më të mirë vajzave të tyre. Dhe mendonte për veten, për njeriun që po bëhej, kaq i ndryshëm nga njeriu që kishte qenë. Programi i përfshirjes sociale i kompanisë ishte në vitin e dytë dhe rezultatet i kalonin të gjitha pritshmëri. Nga 10 personat e grupit të parë, 9 qëndronin në kompani dhe 5 ishin promovuar tashmë. Historia po fillonte të tërhiqte vëmendjen e medias dhe Ardianit ju desh të jepte disa intervista për revistat e biznesit. Në një nga këto intervista, gazetarja, një grua e re dhe e mbrekët e quajtur Fiona, i bëri një pyetje që e kapi në befasi. Zoti Basha, çfarë e motivoi një drejtor financiar i njohur për ftohtësinë dhe pragmatizmin e tij në biznes, të krijonte një program social të tillë? Ardiani heshti për një moment, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Për një kohë të gjatë, u përgjigj më në fund, unë e matja suksesin vetëm me shifra. Xhiro, fitim, rritje. Por shifrat nuk tregojnë gjithë historinë. Pas çdo punonjësi ekziston një person me ëndra, vështirësi, një familje që varet prej tij. E harrova këtë për vite me radhë. Derisa një takim i rastësishëm më kujtoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Gazetarja u përkul përpara, e interesuar. Mund të flisni për këtë takim? Ardiani hezitoi, por vendosi ta ndante. Njoha një familje që po kalonte vështirësi në një supermarket. I ndihmova dhe kjo ndihmë përfundoi duke u shndërruar në diçka shumë më të madhe. Ajo familje më mësoi se pasuria e vërtet nuk është në atë që grumbullojmë, por në atë që ndajmë. Artikulli doli në kopertinën e revistës me titullin provokues, ekzekutivi që zbuloi se parat nuk blejnë lumturinë. Ardiani e lexoi artikullin me ndjenja të përziera. Nga njëra anë, ishte i kënaqur që programi po fitonte dukshmëri. Nga ana tjetër, ndihej i ekspozuar, i pambrojtur. Kishte kaluar vite duke ndërtuar një reputacion si ekzekutiv i ashpër, llogaritës, i fokusuar vetëm në rezultate. Tani po shfaqej si dikush sentimental, emocional. Kishte frikë se kjo mund të ndikonte në besueshmërinë e tij profesionale. Por ndodhi e kundërta. Filloi të merrte mesazhe nga ekzekutiv të tjerë duke lavdëruar iniciativën. Kompani të tjera kërkuan informacion se si ta përsërisnin programin. Edhe Henry, presidenti, i cili kishte qenë skeptik në fillim, e thiri për një bisedë. Ardian duhet të pranoj se gabova për programin, tha ai. Rezultatet janë të pamohueshme. Po kemi një publicitet pozitiv të madh, morali i punonjësve është përmirësuar dhe kthimi financiar po shfaqet. Urime. Por jo gjithçka ishte lule. Me rritjen e programit, erdhen edhe sfidat. Disa punonjës më të vjetër filluan të ankoheshin se të sapopunësuarit nga programi merrnin vëmendje të tepërt, se kishte favorizim. Kishte raste të njerëzve që nuk arritën të përshtateshin dhe duhej të largoheshin, gjë që gjithmonë i dhimbte Ardianit, sepse ai e shihte çdo rast si një mundësi të humbur. Dhe kishte presionin e vazhdueshëm për të treguar rezultate, për të provuar se programi ia vlente investimin. Ardiani punonte edhe më shumë, nëse kjo ishte e mundur, duke ndarë kohën e tij midis përgjegjësive si drejtor financiar dhe koordinimit të programit. Netët bëheshin ditë, fundjavat konsumoheshin nga raportet dhe planifikimet. Ana ishte e para që e vuri re. Një pasdite të diel, kur Ardiani arriti në shtëpinë e tyre dukshëm i raskapitur, ajo e tërhoqi mënjan. Po kujdesesh për veten, Ardian? Po ha siç duhet, po fle? Sepse dukesh i lodhur. Jam mirë, Ana, u përgjigj ai, por zëri nuk tingëllonte bindës. Thjesht është një fazë e ngarkuar në punë. Ana kryqëzoi krahët me atë shprehjen amësore që përdorte kur e dinte se dikush po gënjente. Ardian Basha, mos më hajde me këto. Ke kaluar vite duke u vrarë në punë dhe tani që më në fund gjete një ekuilibër, po kthehesh te zakonet e vjetra. Kjo nuk mund të ndodhë. Ardiani pshërtiu duke u ulur në divanin e vogël. Është se programi po rritet, Ana. Ka shumë gjëra për të bërë, shumë njerëz që varen prej tij. Nuk mund t'i zhgënjej. Dhe ti mendon se të vrasësh veten në punë përsëri është zgjidhja? Mendon se njerëzit që po ndihmon do të jenë të lumtur duke ditur se po shkatëron shëndetin tënd për shkak të kësaj? Ardiani e dinte se ajo kishte të drejtë, por nuk dinte si të bënte ndryshe.
Puna kishte qenë gjithmonë zona e tij e rehatis, streha e tij. Ishte më e lehtë të zhyteshe në detyra se sa të merreshe me gjëra të tjera. Ana u ul pranë tij. Duhet të mësosh të delegosh, Ardian. Nuk mund t'i bësh të gjitha vetë. Dhe duhet të kujtosh se edhe ti je një person, edhe ti ke kufi. E mban mend çfarë the vetë? Që ne të mësuam për ekuilibrin? Atëherë praktikoje. Atë natë, Ardiani u kthye në shtëpi duke menduar për fjalët e Anës. Ajo kishte të drejtë. Po binte në të njëjtin kurth si më parë, vetëm se tani me një justifikim më fisnik. Vendosi të bënte ndryshime. Punsoi një ekip të dedikuar për të koordinuar programin, njerëz kompetent që ndanin vizionin, por që mund të ndanin detyrat. Vendosi kufi më të qartë midis kohës së tij profesionale dhe personale. Dhe, për herë të parë në jetë, filloi të mendonte seriozisht për të ardhmen e tij personale, jo vetëm profesionale. Në moshën 43 vjeç, çfarë donte nga jeta? Ku donte të ishte pas 5-10 vjetësh? Përgjigjet nuk vinin lehtë, por të paktën tani po bënte pyetjet e duhura. Edhe besniku po kalonte transformime. Në 2 vjet në kompani, ishte ngritur nga ndihmës magazine në përgjegjës logjistike. Nuk ishte një post drejtues, por ishte i respektueshëm, kishte përgjegjësi të rëndësishme. Fitonte mjaftueshëm për të marrë me qira një apartament më të madh, me 2 dhoma gjumi, në një lagje më të mirë. Ana kishte filluar të punonte me gjysmë orari në një dyqan rrobash, tani që vajzat ishin më të mëdha dhe më të pavarura. Jeta e tyre ishte stabilizuar në një mënyrë që dukej e pamundur atë natë në supermarket. Por suksesi solli edhe pasiguri. Në një bisedë me Ardianin, besniku rrëfeu frikën e tij. Ndonjëherë zgjohem natën me frikën se e gjithë kjo është një ëndër, e di? Frikë se do të zgjohem përsëri në atë dhomë në shtëpinë e vjehrës, pa punë, pa perspektivë. Ardiani e kuptoi plotësisht. E njihte atë ndjenjë brishtësie, të mos besuarit plotësisht në fatin tënd. Besnik, ti e ke ndërtuar gjithë këtë me përpjekjen tënde, tha ai. Unë vetëm hapa një derë, por ti ishe ai që kalove, që punove shumë, që tregove kompetencë. Askush nuk do të ta heqë këtë. Po sikur të bëj diçka gabim, sikur të zhgënjej ty, kompanin, pyeti besniku, me zë plot ankth. Të gjithë gabojnë, besnik. Është pjesë e jetës. E rëndësishme është të mësosh nga gabimet dhe të vazhdosh. Dhe ti nuk do të më zhgënjesh, sepse unë nuk pres për sosmëri nga ti, pres që të jesh njeri, të bësh më të mirën që mundesh. Dhe ti ke bërë shumë më tepër se kaq. Besniku u qetësua pak, por Ardiani e kuptonte se pasiguria ishte ende aty, duke u endur si një hije. Vendosi të bënte diçka për këtë. Organizoi një program mentorimi specifik për punonjësit që ishin ngritur përmes programit të përfshirjes sociale. Solli trajner profesionist, psikolog organizativ, njerëz që mund t'i ndihmonin ata punonjës të zhvillonin jo vetëm aftësi teknike, por edhe besim, vetvlerësim, aftësi për t'u përballur me suksesin. Besniku ishte një nga të parët që mori pjesë dhe rezultatet ishin të dukshme. Në disa javë, Ardiani tashmë vërente një ndryshim në qëndrimin e tij, më i sigurt, më pohues. Vajzat rriteshin shumë shpejt. Sofia ishte tashmë 6 vjeç, në klasën e parë, duke mësuar të lexonte dhe të shkruante. Sa herë që Ardiani shkonte t'i vizitonte, ajo i tregonte fletoret, krenare për shkronjat që po formonte. Xhaxhi Ardian, shiko, di të shkruaj emrin tim të plot. Laura, 3 vjeçe, ishte një lomotice e palodhur, tregonte histori të pabesueshme për ditën e saj në kopsht, për miqt imagjinar që kishte shpikur. Ardiani e gjente veten duke buzëqeshur me pafajësinë e tyre, me mënyrën se si e shihnin botën plot mundësi dhe magji. Ishte një kontrast i fortë me vizionin e tij, i cili për kaq shumë kohë kishte qenë kaq pragmatik, kaq i fokusuar në rezultate të matshme. Ana e vinte re efektin që vajzat kishin mbi Ardianin. Ato janë të mira për ty, i tha ajo një ditë. Të bëjnë të buzëqeshësh, të bëjnë të relaksohesh. Ardiani ra dakord. Ato më kujtojnë sa mirë është të jesh fëmijë, të kesh atë gëzim të thjesht me gjërat. E humba këtë prej shumë kohësh. Por po e rigjen, vërejti Ana. Po i lejon vetes të ndjesh përsëri. Dhe kjo është e bukur për t'u parë. Ardiani mbeti duke menduar për këtë. Apo i lejonte vërtet vetes të ndjente?
Apo kishte ende pjesë të tij që vazhdonin të ishin të mbyllura, të mbrojtura nga vite mbrojtjesh emocionale? Përgjigja erdhi në një mënyrë të papritur. Ishte në një event korporativ, një festë e mërzitshme fundviti me klient dhe partner, kur takoi Elirën, ish gruan e tij. Ai nuk e kishte parë që nga divorci, më shumë se 10 vjet më parë. Ajo ishte e shoqëruar nga burri i saj aktual dhe duke e lumtur, më e lehtë se sa e mbante mend Ardiani. Ata u përshëndetën me mirësjelljen e detyruar të atyre që ndajnë një të kaluar të komplikuar. Ardian, tha ajo, me një buzëqeshje të sinqertë. Kam dëgjuar për programin tënd social. Urime. Kur nuk e kisha imagjinuar se do të bëje diçka të tillë. Ardiani buzëqeshi gjithashtu, një buzëqeshje paksa e trishtuar. As unë nuk e imagjinoja. Por njerëzit ndryshojnë. Ata biseduan për disa minuta, një bisedë sipërfaqësore për punën dhe jetën. Por para se të largohej, Elira ja preku krahun butësisht. Dukesh ndryshe, Ardian. Më njerëzor. Gëzohem për ty, shpresoj ta kesh gjetur lumturinë që kërkoje. Ardiani mbeti në vend ndërsa ajo largohej duke përpunuar ato fjalë. A e kishte gjetur lumturinë? Ishte më i lumtur se më parë, pa dyshim. Kishte miq të vërtet, kishte një familje që e mirëpriste, kishte një qëllim që shkonte përtej shifrave në një tabelë. Por ende kishte një boshllëk, një vetmi që vazhdonte kur kthehej në apartamentin e tij bosh çdo natë. Kishte ndërtuar lidhje të forta me familjen e besnikut, por në fund të ditës, ende flinte vetëm, ende zgjohej vetëm, ende jetonte thelbësisht vetëm. Bisedoi për këtë me besnikun një natë kur të dy qëndruan deri vonë duke biseduar në balkonin e apartamentit, pasi të gjithë kishin fjetur. Nuk e di nëse jam vërtet i lumtur, pranoi Ardiani. Jam më mirë, shumë më mirë. Por ende ndjej se diçka mungon. Besniku ndezi një cigare, diçka që e bënte rrallë vetëm kur ishte i menduar. Ti duhet të ndërtosh familjen tënde, Ardian. Jo në kuptimin e zëvendësimit ton, por të kesh dikë për vete. Dikë për të ndarë jetën, arritjet, vështirësitë. Ke kaq shumë për të dhënë, kaq shumë dashuri të ruajtur. Nuk mund ta shpërdorosh këtë. Ardiani tundi kokën, skeptik. Nuk e di nëse di ende si ta bëj këtë, besnik. Kam kaluar kaq shumë kohë vetëm, kam ndërtuar kaq shumë mure. Nuk e di nëse mund t'i rrëzoj. Dhe jam 43 vjeç, nuk jam më një i ri plot energji. Muret i rrëzojnë një nga një, u përgjigj besniku. Dhe mosha është vetëm një numër. Babai im e njohu nënën time kur ishte 50 vjeç dhe patën 20 vjet të lumtura së bashku. Kur nuk është vonë për të rifilluar. Ardiani donte ta besonte këtë, por ishte e vështirë. Puna, përgjegjësitë, gjithçka dukej gjithmonë më urgjente se nevojat e tij emocionale. Derisa ndodhi diçka që ja ndryshoi perspektivën. Ishte një të shtunë, kur ai kishte premtuar t'i çonte Sofin dhe Laurën në kopshtin zoologjik. Ana dhe besniku kishin angazhime të ndryshme, kështu që Ardiani u ofrua të kalonte pasditën me vajzat. Ishte i emocionuar, kishte bler ushqime të lehta, kishte përgatitur një çantë shpine me ujë, krem dielli, gjithçka siç duhet. Shkuan të tre me makinën e tij, vajzat duke kënduar këngë fëmijësh në sediljen e pasme, Ardiani duke qeshur me tekstet qesharake. Në kopshtin zoologjik, ecën për orë të tëra, duke parë kafshët, Sofia duke lexuar tabelat për Laurën, të dyja duke u mahnitur me çdo kafshë. Ardiani bëri 10 foto, donte të regjistronte çdo moment. U ndalën për të ngrënë akullore dhe ndërsa vajzat lëpinin akulloret, një zonjë e moshuar u afrua. Vajzat tuaja janë të bukura, tha ajo, duke buzëqeshur. Ju duhet të jeni një baba shumë krenar. Ardiani mbeti pa fjalë për një sekondë. Jo, unë nuk jam baba i tyre, shpjegoi ai. Jam mik i familjes. Zonja u duke hutuar. Ah, më falni. Është se mënyra se si ato ju shikojnë, mendova se ishit babai. Dhe u largua, duke e lënë Ardianin të menduar. Më vonë, kur ishin tashmë në makinë duke u kthyer në shtëpi, Sofia pyeti papritur. Xhaxhi Ardian, ti nuk ke fëmijë? Ardiani rregulloi pasqyrën për t'i parë të dyja në sediljen e pasme. Jo, Sofia. Nuk kam. Pse? Sepse, tha ajo, me atë sinqeritetin brutal të fëmijëve, ti do të ishe një baba shumë i mirë. Ardiani ndjeu diçka t'i shtrëngoi në gjoks. Faleminderit, princesh. Kjo është shumë e sjellshme nga ana jote.
Kur arriti në shtëpinë e besnikut dhe anës dhe I ktheu vajzat, qëndroi më gjatë se zakonisht, paksa ngurues për t'u larguar. Ana e vuri re. Ndodhi gjë? Gjithçka në rregull? Ardiani I tregoi për komentin e zonjës në kopshtin zoologjik dhe atë që Sofia kishte thënë më pas. Ana e dëgjoi me vëmendje dhe kur ai mbaroi, ajo pshertiu. Ti ke shumë dashuri për të dhënë, Ardian. Dhe meriton të marrësh dashuri gjithashtu. Jo vetëm dashurinë e miqve, por dashurinë e një partnereje, dashurinë e fëmijëve të tu, nëse kjo është ajo që dëshiron. Por për këtë duhet të hapesh përsëri, ti lejosh vetes të jesh I pambrojtur. E di që është e frikshme, por është edhe e bukur. Ardiani shkoi në shtëpi atë natë me kokën plot. Hyri në apartamentin e heshtur, shikoi përreth mobiljet e shtrenjta dhe pa jetë, muret e zbrazta, mungesën totale të çdo shenje se dikush jetonte vërtet aty. Ishte një shtëpi reviste, e përsosur estetikisht, por e vdekur emocionalisht. Ndezi kompjuterin, por në vend që të hapte raporte financiare siç bënte gjithmonë, e gjeti veten duke parë fotot që kishte bërë në kopshtin zoologjik. Sofia dhe Laura duke buzëqeshur, të përqafuara me arushët prej pelushi që ai u kishte blerë. Të dyja duke ngrënë akullore me gojet e bëra pis. Laura duke fjetur në sediljen e pasme gjatë kthimit, me kokën mbështetur në shpatullën e Sofis. Ishin momente të thjeshta, por plot kuptim. Plot jetë. Plot dashuri. Dhe Ardiani e kuptoi se e donte këtë për vete. Jo vetëm si vizitor në jetën e njerëzve të tjerë, por si protagonist I historisë së tij. Donte të ndërtonte diçka të tij, diçka reale, diçka që do të zgjaste. Por nuk dinte nga t'ia fillonte. Në ditët në vijim, Ardiani u bë më introvert se zakonisht. Besniku e vuri re, por ja respektoi hapësirën, duke e ditur se kishte gjëra që secili duhej t'i përpunonte vetë. Ishte Ana ajo që më në fund u përball me situatën. Caktoi një drekë me Ardianin, vetëm ata të dy, në një restorant të thjesht pranë kompanisë. Ardian, tha ajo, pasi porositën ushqimet, ti e di që ne të konsiderojmë familje, apo jo? Ardiani pohoi me kokë. E di. Dhe ju nuk e keni idenë se sa shumë do të thotë kjo për mua. Por, vazhdoi Ana, ne nuk mund të jemi familja jote e vetme për gjithmonë. Jo sepse nuk të duam, por sepse ti meriton më shumë. Meriton të kesh dikë që është aty vetëm për ty, që fle pranë teje çdo natë, që zgjohet me ty çdo mëngjes. Dikë për të ndarë jo vetëm të diellat, por të gjitha ditët. Ardiani shikoi pjatën, duke luajtur me ushqimin pa ngrënë. E di. Por nuk di si ta bëj këtë. Ka kaq shumë kohë që jam vetëm sa që u bë normale. Dhe kam frikë të hap zemrën përsëri dhe të refuzohem, ose më keq, të përsëris të njëjtat gabime që bëra me Elirën. Ana ia kapi dorën mbi tryezë. Ti nuk je më I njëjti njeri që ishe kur ishe I martuar me të. Ke mësuar, je rritur, ke ndryshuar. Dhe po, mund të shkoj keq. Mund të dhembë. Por mund të shkoj edhe mirë. Mund të jetë e mrekullueshme. Dhe ti kur nuk do ta dish nëse nuk provon. Ardiani mori frym thellë. Po sikur të mos di më si të lidhem. Sikur të jemi pa aftë të hap zemrën. Ana buzëqeshi. Ti tashmë e ke hapur zemrën për ne. Nëse arritet ta bësh këtë, mund ta bësh edhe me dikë tjetër. Vetëm duhet t'i japësh leje vetes për këtë. Ajo bisedë mbolli një far tek Ardiani. Ai filloi t'u kushtonte më shumë vëmendje njerëzve përreth tij, t'i lejonte vetes të mendonte për mundësi që I kishte injoruar për vite me radhë. Nuk po kërkonte aktivisht për dikë, por ishte më I hapur, më I pranishëm, më I gatshëm të shihte se çfarë mund të ofronte jeta. Dhe ndonjëherë, kur më pak e presim, jeta na befason në mënyra të papritura. Ardiani ishte gati ta zbulonte këtë në një mënyrë që do të ndryshonte gjithçka përsëri. Viti I tretë I programit të përfshirjes sociale filloi me një surprizë që askush nuk e priste. Kompania u ftua të merrte një çmim kombëtar për përgjegjësinë korporative, duke njohur ndikimin pozitiv të programit si për shoqërinë ashtu edhe për biznesin. Ceremonia do të mbahej në Prishtinë, një event I madh me praninë e autoriteteve, biznesmenëve dhe shtypit. Henry, presidenti, vendosi që Ardiani duhet të shkonte ta merrte çmimin personalisht, së bashku me dikë që përfaqësonte përfituesit e programit. Zgjedhja e qartë ishte Besniku. Kur Ardiani I tregoi lajmin, Besniku gati sa nuk e besoi. Unë? Të shkoj në Prishtinë të marr një çmim?
Ardian, unë as nuk di të flas mirë në publik. Ardiani buzëqeshi duke I vënë dorën në shpatull mikut të tij. Ti vetëm duhet të tregosh historinë tënde, Besnik. Të vërtetën. Si ishe më parë, si je tani. Nuk ke nevojë për fjalim të bukur, ke nevojë për ndershmëri. Dhe askush nuk e tregon më mirë këtë histori se ti. Besniku pranoi, nervoz por I vendosur të bënte një paraqitje të mirë. Udhëtimi u caktua për 1 martë të marsit. Ardiani dhe Besniku fluturuan së bashku dhe ishte hera e parë që Besniku hynte në një avion. Ardiani vëzhgonte entuziazmin e mikut të tij ndërsa ai shikonte nga dritarja, I mahnitur me ret, me pamjen nga lart. Është surreale, apo jo, komentoi Besniku. 3 vjet më parë nuk arrija të paguaja një kuti qumësht. Tani po shkoj në kryeqytet për të marrë një çmim. Sikur dikush të ma tregonte këtë atëherë, nuk do ta besoja. Ardiani mendoi se si jeta bën kthesa të çuditshme. As unë nuk do ta besoja, tha ai. Sikur dikush të më thoshte se do ta gjeja qëllimin tim në një supermarket duke ndihmuar një të panjohur. Jeta I ka këto ironi. Në Prishtinë u akomoduan në një hotel me 5 yje. Besniku I telefonoi Anës sapo arriti në dhomë, I emocionuar si një fëmijë. Ana, duhet ta shije këtë vend. Krevati është I madh, ka banjë mermeri, gjithçka është shumë luksoze. Ana qeshi në anën tjetër të linjës. Shijoje, dashuri. E meriton. Dhe mos haro të regjistrosh kur të merrni çmimin. Dua t'ua tregoj fqinjeve. Ceremonia ishte natën tjetër. Ardiani veshi një kostum të përsosur, si gjithmonë. Besniku veshi një kostum të ri që e kishte bler posaçërisht për këtë rast, I ndihmuar nga Ana në zgjedhje. Të dy u takuan në hollin e hotelit dhe Ardiani nuk mund të mos ndjente krenari kur pa mikun e tij aty, kaq të ndryshëm nga ai burri I mposhtur I supermarketit. Dukesh elegant, Besnik, e lavdëroi. Dukesh si ekzekutiv. Besniku qeshi, nervoz. Mos e tepro. Por faleminderit. Ndihem si një mashtrues me këto rroba. Nuk je mashtrues, e siguroi Ardiani. E ke fituar vendin tënd këtu. Mos e harro kur këtë. Salla ishte plot kur arritën. Qindra njerëz, biseda të gjalla, blica fotografësh. Besniku shtrëngonte programin e ceremonisë në duar, duke u përpjekur të kontrollonte nervozizmin. Ardiani e prezantoi me disa njerëz të rëndësishëm dhe Besniku u befasua me aftësinë e tij për të biseduar, për t'u shprehur. Ndoshta Ana dhe Ardiani kishin të drejtë. Ndoshta ai me të vërtet kishte ndryshuar, ishte rritur më shumë se sa e kuptonte vetë. Kur erdhi koha për të marrë çmimin, të dy u ngjitën në skenë në nduar trokitje. Prezantuesi lexoi një përshkrim emocionues të programit duke theksuar rezultatet e arritura. Më shumë se 50 persona të punësuar në 3 vjet, shkallë mbajtjeje mbi mesataren e tregut, ndikim pozitiv I provuar në komunitetet nga vinin punonjësit. Ardiani mori trofeun, falenderoi shkurtimisht dhe pastaj ia kaloi fjalën Besnikut. Ky ishte momenti që të gjithë prisnin. Historia e vërtet, e treguar nga ai që e jetoi. Besniku mori frym thellë, shikoi audiencën me qindra fytyra të panjohura dhe filloi. Emri im është Besnik Rama. 3 vjet më parë, isha I papunë për më shumë se 1 vit. Jetoja në një dhomë të vetme me gruan time, 2 vajza të vogla dhe vjehrën time. Nuk kisha para as për të bler qumësht për foshnjën time. Një natë, në supermarket, më mungonin 1200 lekë për të paguar blerjet. 1200 lekë. Duket pak, por në atë moment ishte ndryshimi midis vajzës sime që kishte çfarë të hante apo jo. Audienca ishte në heshtje absolute. Besniku vazhdoi, me zë të mbytur por të vendosur. Një burr që nuk e kisha parë kur në jetë e pas skenën dhe pagoi blerjet e mia nuk më njihte, nuk më detyroi asgjë, por vendosi të ndihmonte. Ai burr është këtu pranë meje sot. Ai jo vetëm që më ndihmoi atë natë. Ai më dha mundësinë të punoja, të rindërtoja jetën time, të kisha dinjitet përsëri. Dhe nuk e bëri këtë vetëm me mua. E bëri këtë me 10 njerëz që ishin në të njëjtën situatë. Ky çmim nuk është vetëm I kompanisë. Është I çdo personi që besoi se meritonte një shans të dytë. Është I Ardianit, I cili pati guximin të krijonte një program të tillë.
Dhe është i të gjithë juve këtu që në një farë mënyrë besoni se ne mund të ndërtojmë një botë më të mirë, ku njerëzit ndihmojnë njëri tjetrin në vend që vetëm të konkurrojnë. Kur mbaroi, kishte lot në sytë e shumë njerëzve në audiencë. Duartrokitjet ishin të gjata, të emocionuara. Ardiani e përqafoi besnikun në skenë dhe në atë moment, ndjeu se gjithçka ja kishte vlejtur. Çdo orë shtesë e punuar, çdo sfidë e përballuar, çdo natë pa gjumë. Ja vlente sepse kishte ndryshuar jetë të vërteta. Pas ceremonisë, u rrethuan nga njerëz që donin t'i uronin, të bënin foto, të bënin pyetje. Besniku u përball me gjithçka me një hijeshi befasuese, duke treguar pjesë të historisë së tij për secilin që pyeste. Ardiani vëzhgonte nga ana, krenar, duke menduar se si ai njeri kishte lulëzuar kur mori një mundësi. Sa besnik ekzistonin aty jashtë, duke pritur vetëm një shans? Sa jetë mund të transformoheshin me një gest të thjesht humanizmi? U kthyen në Tiranë ditën tjetër, të lodhur por të lumtur. Në fluturimin e kthimit, besniku tha diçka që do të mbetej e shënuar tek Ardiani për gjithmonë. E di cila është gjëja më e çmendur në gjithë këtë? Unë mendoja se ti më kishe shpëtuar atë natë në supermarket. Por me kalimin e kohës e kuptova se ne shpëtuam njëri tjetrin. Ti më dhe punë dhe dinjitet. Unë dhe familja ime të dham diçka për të jetuar përtej punës. Ne e plotësuam njëri tjetrin. Ardiani nuk u përgjigj menjëherë, vetëm pohoi me kokë, me fytin të shtrënguar nga emocioni. Sepse ishte e vërtetë. Ata kishin shpëtuar njëri tjetrin. Në javët në vijim, jeta u kthye në rutinë, por me një ndryshim. Çmimi i kishte dhënë edhe më shumë dukshmëri programit dhe tani kompani të tjera po kërkonin Ardianin për konsulencë, duke dashur të përsërisnin modelin. Ai refuzoi shumicën e ftesave, por pranoi disa për të dhënë leksione, për të ndarë përvojën. Jo për parat apo famën, por sepse besonte se sa më shumë kompani të adoptonin programe të ngjashme, aq më shumë jetë mund të ndryshoheshin. Në një nga këto leksione në Tiranë për një grup biznesmenësh dhe studentësh administrimi, Ardiani njohu Mirelën. Ajo ishte profesoresh e përgjegjësisë sociale në një universitet privat, kishte shkuar të ndiqte leksionin për të diskutuar më pas temën me studentët e saj. Pas prezantimit gjatë koktejlit, ajo u afrua. Zoti Basha, historia juaj është frymëzuese. Do të doja të bisedoja më shumë për programin, nëse është e mundur. Ndoshta të caktojmë një intervistë më të detajuar për kërkimin tim. Ardiani pranoi dhe shkëmbyen kontakte. Intervista e parë u caktua për një javë më vonë në një kafene pranë kompanisë. Ardiani arriti në kohë, si gjithmonë, dhe gjeti Mirelën tashmë duke pritur me një laptop të hapur dhe një fletore plot shënime. Ajo ishte rreth 38 vjeç, me flokë gështenjë të mbledhur në një topuz paksa të çrregull, syze me skelet të trash, një buzëqeshje të ngrohtë. Faleminderit që pranuat të bisedoni me mua, tha ajo, duke i shtrënguar dorën. Po bëj një kërkim mbi programet sociale në kompanitë private dhe i juaj është një nga më të suksesshmit që kam gjetur. Qëndruan 2 orë duke biseduar. Ardiani i tregoi të gjitha detajet e programit, sfidat, sukseset, historitë individuale që bënin gjithçka të vlente. Mirela bënte pyetje inteligjente, shënonte gjithçka, ndante njohuri akademike që Ardianit i dukeshin magjepsëse. Në fund, ai e kuptoi se i kishte pëlqyer shumë ajo bisedë. Jo vetëm tema, por edhe shoqëria. Mirela ishte inteligjente, e apasionuar pas asaj që bënte, kishte një mënyrë të lehtë për të folur për çështje serioze. Kur ajo sugjeroi një intervistë të dytë për të thelluar disa pika, Ardiani pranoi menjëherë. Dhe një të tretë. Dhe një të katërt. Në një moment, ato pushuan së qeni intervista dhe u bën biseda. Flisnin për punën, por edhe për jetën, për ëndrat, për zhgënjimet. Mirela ishte gjithashtu e divorcuar, nuk kishte fëmijë, i kishte kushtuar vitet e fundit karrierës akademike. Ndanin shumë ngjashmëri, por edhe dallime interesante. Ajo ishte më spontane se ai, më ëndërrimtare. Ai ishte më pragmatik, më i kujdesshëm. Por në një farë mënyre, plotësonin njëri tjetrin. Ardiani nuk e kuptoi saktësisht kur, por në një pikë të atyre bisedave filloi të ndihej ndryshe. I emocionuar për takimet. Duke menduar për të në momente të rastësishme të ditës. Duke buzëqeshur kur shihte një mesazh prej saj në celular. Ishte e frikshme dhe emocionuese në të njëjtën kohë. Bisedoi me Anën për këtë një të diel.
Nuk e di nëse po çmendem, rrëfeu ai, por mendoj se po më pëlqen. Dhe kjo më të meron. Ana gati sa nuk kërceu nga gëzimi. Më në fund. Ardian, kjo është e mrekullueshme. Më trego më shumë, si është ajo. Ardiani e përshkroi Mirelën, mënyrën se si ajo e shite botën, pasionet e saj, ëndrat e saj. Ana dëgjonte gjithçka me një buzëqeshje të madhe në fytyrë. Dhe ja ke thënë asaj çfarë ndjen? Ardiani tundi kokën. As që bëhet fjalë. Po sikur ajo të mos ndjej të njëjtën gjë. Po sikur ta prish gjithçka. Ana rrotulloi syt. Ardian Basha, ti je drejtor financiar i njërës prej kompanive më të mëdha në Shqipëri. Ke marrë vendime milionëshe. Ke krijuar një program social që ka ndryshuar dhjetëra jetë. Dhe ke frikë ti thuash një gruaje se të pëlqen? E thën kështu, duke i qesharake. Por ishte saktësisht ashtu siç ndihej ai. Qesharak, i pasigurt, si një adoleshent. Por ndoshta kjo ishte ajo që dashuria u bënte njerëzve. Të linte të pambrojtur, të nxirrte nga zona e rehatisë. Dhe pas kaq shumë vitesh duke u mbrojtur, duke ndërtuar mure, ndoshta ishte koha t'i lejonte vetes të ishte i pambrojtur përsëri. Besniku, kur e mori vesh, ishte po aq i emocionuar. Vëlla, duhet të flasësh me të. Jeta është shumë e shkurtër për të pasur frikë. Ardiani e dinte se ata kishin të drejtë, por ende ju deshën disa javë për të mbledhur guximin. Ishte një natë prilli, pas një tjetër takimi që tashmë nuk ishin intervista. Kishin darkuar në një restorant italian, kishin biseduar për gjithçka dhe asgjë, kishin qeshur më shumë se në çdo takim tjetër. Kur Ardiani shkoi ta linte në shtëpi, qëndruan duke biseduar në makinë për një orë tjetër, mburrues për t'u ndarë. Mirela komentoi diçka se sa i kishte pëlqyer ta njihte, se si ai kishte një thellësi që pak njerëz e tregonin. Dhe Ardiani, para se të mund ta binte veten të mos e bënte, tha: Mirela, duhet të them diçka. Ajo e shikoi, kurreshtare. Fol. E di që filluam si një intervistë profesionale, tha ai, duke zgjedhur fjalët me kujdes. Por për mua ka pushuar së qeni kjo prej disa kohësh. Më pëlqen të jem me ty, më pëlqen të bisedoj, të dëgjoj idetë e tua, të shoh të buzëqeshësh. Dhe nuk e di nëse ti ndjen të njëjtën gjë, por duhet të ta thoja sepse nuk mund të shtirem më sikur kjo është vetëm një miqësi. U bë një heshtje që dukej se zgjati një përjetësi. Ardiani filloi të pendoi, të mendonte se e kishte prishur gjithçka. Por pastaj Mirela buzëqeshi, atë buzëqeshje që ai kishte mësuar ta adhuronte. Mendova se nuk do ta thoje kurrë, tha ajo butësisht. Sepse edhe unë ndjej të njëjtën gjë prej javësh. Lehtësimi që ndjeu Ardiani ishte i pamas. Ata qëndruan aty në makinë duke biseduar deri vonë për ndjenjat, frikërat, pritshmëritë. Mirela kishte pasiguritë e saj, muret e saj të ndërtuara nga divorci i mëparshëm. Por të dy ishin të gatshëm të provonin, të hapeshin përsëri, të jepnin një shans asaj që po linte mes tyre. Nuk do të ishte e lehtë, të dy e dinin. Kishin bagazhe, histori, plagë. Por kishin edhe diçka të çmuar. Kishin mësuar nga gabimet. Ishin pjekur. Dhe kishin guximin të provonin përsëri. Lajmi u prit me festë nga familja e besnikut. Ana e përqafoi Ardianin aq fort sa gati e rrëzoi. Jam kaq e lumtur për ty, tha ajo, me lot në sy. E meriton kaq shumë. Vajzat u emocionuan me idenë për të njohur shoqen e re të Xhaxhi Ardianit. Dhe kur më në fund e njohën, në një drekë në shtëpinë e besnikut, kimia ishte e menjëhershme. Mirela ishte e natyrshme me fëmijët, luante me Sofin, e bënte Laurën të qeshte me shprehje qesharake. Ardiani vëzhgonte gjithë këtë dhe ndjente zemrën plot në një mënyrë që kur nuk e kishte përjetuar. Muajt në vijim ishin plot zbulime. Ardiani dhe Mirela ecnin ngadalë, duke respektuar kohën e njëri tjetrit, por duke ndërtuar diçka të fortë. Ai e prezantoi atë me disa kolegë pune. Ajo e çoi të njihte prindërit e saj që jetonin në fshat. Udhëtuan së bashku në plazh një fundjavë dhe kaluan orë të tëra duke ecur në rër, duke biseduar për të ardhme të mundshme. Ardiani e gjeti veten duke menduar për gjëra që mendonte se nuk do t'i mendonte kurrë më. Të jetonin bashkë. Të martoheshin përsëri. Ndoshta edhe të kishin fëmijë, megjithse ishte më i vjetër. Ose të adoptonin. Ose thjesht të shijonin jetën në çift. Mundësitë dukeshin të pafundme.
Programi i përfshirjes sociale vazhdonte të rritej. Në vitin e 4 kishte ndihmuar më shumë se 80 persona. Disa histori ishin po aq prekse sa ajo e Besnikut. Një grua që kishte humbur gjithçka në një zjarr dhe tani ishte koordinatore e një sektori të tërë. Një i ri që ishte rritur në rrugë dhe tani po bënte fakultet natë ndërsa punonte. Një zonjë që ishte braktisur nga burri me 3 fëmijë dhe tani mbante familjen me dinitet. Çdo histori ishte një univers dhimbjeje dhe tejkalimi dhe Ardiani i njihte të gjitha. Besniku vazhdonte të rritej në kompani. Ishte promovuar përsëri, tani ishte menaxher logjistike me një ekip prej 20 personash nën koordinimin e tij. Kishte bler një makinë më të mirë, po kursente para për të dhënë paradhënien për një apartament të tij. Vajzat studionin në një shkollë private, kishin kurse baleti dhe noti. Ana kishte filluar të studionte përsëri, po bënte një kurs teknik në administrim. Jeta e tyre ishte transformuar plotësisht dhe më e bukura ishte se nuk kishin harruar nga vinin. Besniku bënte vullnetarizëm në strehimore, ndihmonte njerëz në situata të ngjashme me atë që kishte jetuar ai. Ana dhuronte rroba dhe lodra që vajzat nuk i përdornin më. U mësonin vajzave për mirënjohjen, për empatin, për rëndësinë e ndihmës ndaj të tjerëve. Një vit e gjysmë pas asaj darke italiane, Ardiani i propozoi Mirelës për martesë. Nuk ishte asgjë madhështore. Ishte një të diel të zakonshme në shtëpinë e Besnikut dhe Anës me fëmijët që luanin në dhomë, dreka duke mbaruar. Ardiani thjesht kapi dorën e Mirelës dhe tha: "Të dua. Dhe dua të ndërtoj një jetë me ty, martohu me mua?" Mirela filloi të qante dhe të qeshte në të njëjtën kohë. "Po," tha ajo. 1000 herë po. Dasma ishte e thjeshtë në një kishë të vogël me pak të ftuar. Besniku ishte kumbar. Ana, kumbare. Sofia dhe Laura ishin shoqëruese të nuses me fustane roz që u dukeshin fantastike. Nuk pati luks të tepruar, nuk pati shfaqje. Pati dashuri, pati sinqeritet, pati praninë e njerëzve që me të vërtet kishin rëndësi. Në festën më pas, Ardiani bëri një dolli që përmblidhte gjithçka që kishte mësuar. Për një kohë të gjatë, tha ai, duke mbajtur gotën e shampanjës, unë mendoja se suksesi matej me para, me poste, me pushtet. I kisha të gjitha këto dhe isha plotësisht bosh. Derisa një natë, në një supermarket të zakonshëm, gjeta një familje që më mësoi se çfarë ka vërtet rëndësi. Më mësoi për bujarinë, për përullsinë, për dashurinë e vërtetë. Besnik, Ana, Sofia, Laura, ju ma ndryshuat jetën. Dhe Mirela, ti e plotësove këtë transformim. Sot e di se pasuria e vërtet nuk është në atë që kemi, por në atë se kush jemi dhe kë duam. Faleminderit të gjithëve që jeni këtu. Që jeni pjesë e këtij udhëtimi. Pati duar trokitje, përqafime, lot gëzimi. Ishte një moment i thjeshtë, por i përsosur. Saktësisht siç duhet të ishte jeta. Ardiani dhe Mirela u zhvendosën së bashku në një apartament më të vogël se papafingoja e Ardianit, por më komod, më plot jetë. E dekoruan së bashku, duke zgjedhur çdo mobilje, çdo pikturë, duke krijuar një shtëpi të vërtetë. Filluan të flisnin për të pasur fëmijë dhe megjithse Ardiani ishte tashmë 45 vjeç, ndjente se ishte gati këtë herë. Gati për të qenë një baba i vërtet, i pranishëm, i përfshirë. Krishtlindjet e atij viti ishin të veçanta. Ardiani dhe Mirela kaluan pragun me familjen e Besnikut, siç ishte bërë tradit. Por ditën tjetër udhëtuan në fshat për të vizituar prindërit e Mirelës, duke krijuar një traditë të re. Ishte një ekuilibër i bukur midis të vjetrës dhe të res, midis familjeve që formohen me zgjedhje dhe atyre që formohen me gjah. Në darkë, ndërsa të gjithë ishin mbledhur, Besniku propozoi një dolli. Për Ardianin, tha ai, duke mbajtur gotën. Njeriun që pagoi blerjet e mia në një supermarket 5 vjet më parë dhe ndryshoi gjithçka. Ardiani tundi kokën duke buzëqeshur. Jo, Besnik. Për ty dhe familjen tënde që më treguat se çfarë do të thotë të jetosh vërtet. Dhe ndërsa ngrinin dolli me zhurmën e fëmijëve që qeshnin në sfond, me Mirelën pranë tij duke buzëqeshur, me Anën dhe Besnikun që shkëmbenin shikime të dashuruara, Ardiani më në fund e kuptoi. Ai moment në supermarket, 5 vjet më parë, nuk ishte ai që ndihmonte një familje në nevojë. Ishte jeta që i jepte atij një shans të fundit për të rilidhur me humanizmin e tij.
Ishte universi që i thoshte se kur nuk është vonë për të rifilluar, për të ndryshuar, për të zgjedhur dashurinë në vend të frikës. 1200 lekët që mungonin atë natë nuk ishin asgjë. Por ajo që ata përfaqësonin ishte gjithçka. Ishin ndryshimi midis vazhdimit të një jete boshe suksesi dhe fillimit të një jete plot kuptim. Ardiani kishte zgjedhur rrugën e dytë dhe kjo zgjedhje kishte transformuar jo vetëm jetën e besnikut dhe familjes së tij, por kryesisht të tijën. Vite më vonë, kur Ardiani tashmë kishte flok të thinjur dhe besniku ishte bërë drejtor operacionesh i kompanisë, kur Sofia ishte në universitet dhe Laura në gjimnaz, kur Ardiani dhe Mirela kishin 2 fëmijë të vegjël që vraponin nëpër shtëpi, ata ende mblidheshin të dielave. Tradita vazhdonte, tani me më shumë njerëz, më shumë histori, më shumë dashuri. Në një nga këto të diela, djali më i madh i Ardianit, një djalë 6 vjeçar i quajtur Pjetër, pyeti: "Babi, si e njohë Xhaxhi besnikun?" Ardiani shikoi mikun e tij dhe të dy shkëmbyen një buzëqeshje bashkëpunimi. "Është një histori e gjatë, bir. Por mund të ta tregoj." Gjithçka filloi një natë dhjetori në një supermarket kur mungonin 1200 lekë. Dhe atëherë Ardiani filloi të tregonte me gjithë familjen të mbledhur duke dëgjuar historinë se si një gjest i vogël mirësie kishte ndryshuar 2 jetë përgjithmonë. Historinë se si pasuria e vërtet nuk matet me para, por me dashuri, me lidhje, me momente të ndara. Historinë se si kur nuk është vonë për të rifilluar, për t'i lejuar vetes të ndjesh, për të zgjedhur humanizmin në vend të ftohtësisë. Dhe ndërsa tregonte duke parë të gjithë ata njerëz që donte të mbledhur aty, Ardiani e dinte se më në fund kishte gjetur atë që kishte kërkuar gjithmonë. Nuk ishte në majën e një ndërtese, në një llogari bankare, në një post të rëndësishëm. Ishte aty, në atë dhomë të thjeshtë, me njerëz të thjeshtë, duke jetuar momente të thjeshta. Por që vlenin më shumë se gjithë ari i botës. Sepse ishin reale. Sepse ishin të vërteta. Sepse ishin plot dashuri.